Breshtaria ka qenë një nga shtyllat kryesore të ekonomisë familjare për banorët e fshatrave Panaja dhe Oshtim në Vlorë. Kulturat kryesore janë rushi, sheshi bardh dhe sheshi zi, të cilët njihen për cilësinë e lartë dhe produktet e mira që nxjerrin në treg. Megjithatë, vitet e fundit, sipërfaqet e mbjella me vreshta janë reduktuar ndjeshëm. Edhe prodhimi i rakisë dhe verës po përballet me mungesë tregu, çka ka bërë që shumë familje në këto fshatra të ulin sipërfaqet e mbjella me rush. Vetë fermerët rendisnin disa nga arsyet kryesore. Një ndër shqetësimet lidhet me plehrat kimik që përdoren në vreshtari. Përveç rritjes së çmimeve, problem mbetet edhe cilësia e tyre, pasi sipas fermerëve, shumë prej plehrave janë të skaduara ose përmbajnë kimikate që ndikojnë negativisht në prodhim. Një tjetër shqetësim është mungesa e tregut për verën dhe rakinë, si dhe largimi i banorëve nga fshati. Të gjithë këta faktorë kanë ndikuar në uljen e prodhimit të breshtarisë dhe njëkohësisht të verës dhe rakisë. Zona e Panajës vresha uri ka pasur. Unë që nga pridrit me vresha këtu në këtë pozicion ku jam, se këto janë tokat e gjyshit, se gjyshit i gjitha këto pjesës tu. Kemi mbjell vresha. Sa vresht ke? Unë kam 5 zyly vresht. Si janë parcela me vreshta? Ka patur më shumë më përpara, më parë në zonën e Panajas dhe pse janë hequr? Po të pysh për privatizmit i para asaj ka pasur shumë, po ti fillon të shtohen këtu në Panaja, sidomos edhe në Oshtim, janë bë vetëm vresha dhe ullim. Po tani? Tash sa vjen po paksohen se edhe njerëz nuk ka shumë. Po tregu? Tregu është po paksojnë se nuk po shisni, nuk shisi fare ne bëjmë vetë ashtu, do të thënë me ato mjetet primitive, jo raki, jo verë, jo diçka. Shiten rakia dhe vera? Po, atë shesim se kemi persona thanë, njerëz që. Po, te hezitoj, po nuk ka që u ambledh dikush. Jo. As i bëhet fare. Po çmimi i rakisë dhe i verës, ka rënë? Ka ngelur ai sa ka qenë. Sa? 4.000 rakia edhe 2.000 verë. Vresat para ka qenë shumë të mira, po tash ka rënë. Ka rënë pak se na ilaçet, na plerat se nuk janë të mira, janë të skaduara. Edhe dapi nuk shkrihaj. Edhe me ilaçet, ato marrin pikë, marrin sëmundje, si në gjethe dhe në rush. Çfarë varieteti kam? Shesh të bardh, shesh të zi, ka dhe naj rush tavoline, po edhe ilaçet janë shumë të shtrenjta, edhe të skaduara dhe të shtrenjta. Dhe kjo i ka detyruar që t'i prishin vreshtat? Ka neqë, ka neqë, u kisha 12 lymë dhe joqe. Joqe pse? Se nuk s'kisha kueqes, s'kish treg. Tash po bëj raki me bidonë, se tregtisha. Sa çmimi nuk ka i shumë rakisë dhe i verës? Po vera është me 1.000 lekë. Rakia është me 3.000 me 4.000. Dhe nuk e vlen mundi fare. Fare s'ka, shumë më shumë. Si puna juaj në Panaja, ka shumë që e kanë prishur vreshtë? Ka prishur, po e prishin radhë, se bajnë dot. Nuk e majnë dot, se s'ka ku e shesin. S'ka shtetë. Po thuj se afërsisht 20-25 vjet me këtë vreshtë që po flasim për këtu. Po vinë drejt degradimit. Pse, çfarë ka ndodhur? Nuk e di, janë bimët i kemi marrë me sëmundje, ilaçet apo dhe ndikon dhe kwa. Nuk mund ta shpjegoj këtë vetë një agronom. Sa sipërfaqe keni? Unë kam 4 lymë vresht, po është drejt degradimit. Duhet shkullur se nuk prodhon më, është kalbur, ka mbaruar. Bima. Në zonën e Panajas, ka shumë që merren me vreshtari? Po thuj se ka, po dhe janë larguar shumica, janë larguar dhe kanë mbledhur pak 2 veta në shtëpi pensionista që merren nga pak vresht. Se nuk ka treg. Dhe ne që po me shumë sforco të madhe. Me sa është litri? Ne shesim me 4.000 lek litri, po kanë vajtur të gjera në plugim, frezim. 20.000 lek ka vajtur plugim, 20 frezimi, plus ilaçet. Dhe po të bësh një hesap që të bësh në fund vitit, nuk të mbetet gjë. Vese zdim që atë bëjmë gjenjën vetëm. Ka mbetur stok në për shtëpi? Po, ka që nuk e kanë shitur dot. I fusin spatën nga fundi, nuk e shet dot prodhimin ai rakin dhe verën.
Në këto dy fshatra, dikur sipërfaqet me vreshta ishin të konsiderueshme, por me kalimin e viteve vreshtaria ka pësuar një rënje të ndjeshme. Megjithatë, në panaja dhe ushtim, vreshtaria ka qenë dhe mbetet jo vetëm një profesion, por dhe një pasion për banorët e zonës.